Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin ton Argument, edhe njerë komunikojmë drejt për drejt nga New Yorku me mikun ton, aktivistin e lëvizjes kombëtare, drejtorin organizativ të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, zotin Agim Aliçkaj, në lidhje me përfundimet e rezultateve të pjesshme të zgjedhjeve në Kosovë. Zoti Agim, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, zoti Rafael. Është interesant fakti që këto zgjedhje, sikurse edhe zgjedhjet të mëparshme, nuk po tregojnë ndonjë ndryshim kaq të madh sa për të qenë ose për të pritur që këto zgjedhje do të jepnin zgjidhjen. Si mendoni, si po shkon numërimi i votimeve? Numërimi i votimeve, zgjedhjet kanë shku shumë bukur, edhe numërimi i votimeve, kështu që kjo është një merite e organizatorëve, që gjitha këto zgjedhje që organizuan, megjithatë janë organizuar në mënyrë shumë të mirë, pa probleme të mëdha. Tashti, sa për rezultate, është problemi zoti Rafael, se rezultatet nuk janë edhe as të këqija ose të pakuptueshme, ato janë të qarta. Mi gjitha të paka shumë aty ku ishin, nëse kishte. Populli ka shpreh dëshirën tash për tretën herë, që kryeministri Kurti deri tashëm për mandatin e parë ta vazhdojë edhe një mandat. Kjo është dëshirë e qartë e popullit. Numri 45%, 49%, ose 50 sa delegat, është normal, ajo është në rregull, kjo është numri i madh. Nuk është numër i vogël. Ne, normalisht, dëshira ka qenë që Kurti të del me një rezultat edhe më të madh që ta ketë mundësinë që ta zgjedhë presidentën, por kjo është realiteti. Populli dëshiron që Kurti të qeverisë. Krejt është problemi të ato partitë politike humse, të cilat nuk dëshirojnë që ta lejojnë fituesin e zgjedhjeve të udhëheqë, dhe po shfrytëzojnë mungesat në kushtetutë, sidomos një vendim të gjykatës kushtetuese që është vendim i gabueshëm, ku thuhet se duhet me qenë 81 person në sallë për me zgjedhë presidentën, që të votojnë gjatë një delegat, gjatë një deputet. Tash lutem. Nëse ajo s'pushti 81 me qenë është njësoj sikur herën e parë dy që duhen 81 veta, sepse ata shumë lehtë nuk marrin pjesë dhe po bojkotojnë. Që është shumë gjallë pa drejt. Tashti, edhe në këto zgjedhje, me votën e diasporës, me mërgatës, kryeministri Kurti deri tash i ka siguru 52 mandate. 52 mandate plus i ka rreth 8 i ka të minoriteteve, edhe zoti Rashić është i minoritetit serb non, do të thonë me 52 plus non e 61, që do të thotë se ai ka mundësi ta krijojë qeverinë dhe organet e parlamentit. Do të thonë, kjo është vendim i qartë i popullit. Qeverinës, presidentit, se s'dihet se kush do jetë. Po problemi për zgjedhjen e presidentit përsëri duhet bësh kompromis. Nëse zoti Kurti tregohet nuk bën kompromis, çfarë zgjedhje të reja do bëjmë ne? Gjatash, zoti Kurti duhet bëj kompromis. Ai ofroi kompromis edhe herën e kaluar, po sipas mendimit tim, pak vonë. Ai duhet që në fillim, jo të presin ditën e fundit, një ditë pas ka dua fati, por atë propozimi që e kishte, që opozitës t'i ofrojnë mundësin që ata t'i propozojnë 3 veta, edhe prej këtyre 3-ve, kjo ja mundëson, se ata s'kan mundësi as me propozu, duhet gjithë bashkëbohen për me nominu diken. Por, kjo ju një për me bo propozimet për 3. Edhe prej atyre 3-ve, e qesin vota dhe zgjedhin njënin. Tash, qëllimi është kjo, një president i pa anshëm, i pa parti, që është në marrë një farë balansi në shtetin e Republikën e Kosovës. Pra duhet gjendet... Problemi është se opozita po dëshiron që ta zgjedhë një president i cili është kundërshtar i kryeministrit Kurti.
ata veçës janë të pavë me i bo opozit vetë, sepse populli s'pja mund zonë, ose ata s'po di me bo opozit, sepse ata gjithë kohën veç bjerën me sharje, me ofendime, pa propozime, nuk kanë vizion për të ardhmen, edhe ata normalisht që populli nuk i ja vota, edhe në munges të vizionit tyne, ata po merren me blokata. Ata s'do duhet merresh me blokada. Ka fitu shumicën zoti Kurti, partia ti vetëvendosja me koalicionin që kanë, edhe ta lejon të udhëheq edhe 4 vite, se s'bëhet Kiameti. Ata kanë udhëheq 20 vjet, edhe 8 vjet, se mos me udhëheq 4 plus 4. Këto dy as që po i njeh këto dy. Këto janë mos vetë për me vajtut, lutem. Kjo është me majt Kosovën vetëm me qeverim detyrë, kjo është gabim katastrofal, a kupton? Edhe këto po bën opozita me bojkotimet dhe me blokadat e tyre. Tashi, ta lejojnë Kurtin edhe 4 vite, që ja mundsojnë, zgjidhet një president i panshëm, i aftë, na duhet i aftë brebur. Nuk bën edhe gjithkush me qenë president, se duhet me të prezentu, ka me marrë pjesën në forume ndërkombëtare në nivel shumë të lartë, ku duhet ta di i spakti, minimumi është ta di zotimin e gjuhës angleze në mënyrë perfekte, din ta prezantojnë vendin, ta njeh vendin, edhe të jetë një president. Unë e kisha thonë gjithmonë që të jetë femër, me ta thonë drejtë, me qenë se kryeministrin e kemi Kurtin, një femër presidente do të ishte më e mirë, edhe që ka Kosova kuadra, ka Kosova ballë, kuadra taftë, edhe të kjetë i panshme. Mirë po, opozita nuk ka problem me prezident, opozita ka problem se nuk don me leju Kurtin të qeverisë. Ky është problemi i tyre. Po tash u prodhu dhe me zgjedhjet e treta sa janë këto. Zgjedhje që ai e ka shumicën. Kështu që ata nuk ja lëkundit do të shumicën krijimin e qeverisë. A mendon se ka mundësi rikandidim nga opozita të zonjës Osmani apo jo? Unë nuk e di, ta them drejtën, zonja Osmani me paraqitjet e veta të disa muajve të fundit, edhe pas kalimit të saj në lidhjen demokratike të Kosovës, i ka irritu shumë njerëz, sepse ka pas paraqitje shumë jo profesionale për një presidente, jo në nivelin e saj, sepse ajo si presidente ka shkëlqyer me paraqitjen e Kosovës në forumet ndërkombëtare, dhe kemi qenë gjithë lumtur me te. Mirë po deklaratat e saj, gjonat të cilat nuk janë të rëndësishme. Ajo me ato mendon që ta zvogloj vlerën e kryeministrit Kurti, por në mënyrën se ajo çush paraqite ka zvoglu edhe veten, edhe e ka dëmtu Kosovën. Nuk mundesh ti ke qenë presidenti ke punu me 5 vjet me një person, edhe tash po del edhe po fol për të kaluarën, gjëra që janë edhe sekrete, gjëra të cilat neve nuk na interesojnë. Keni punu bashkë, keni pas rezultate, fola për të ardhmen. Folja çka do me bëu ti me këtë lidhje demokratike për ta. Do me thonë, mos ishin ato gabimet, dalë te pyetja jote, mos ishin ato gabime në paraqitje zonjës Osmani, unë mendoj se do të ishte prapë një mundësi shumë e mirë që të vazhdohet edhe një mandat, edhe të kombinohet lëvizja vetëvendosur me koalicion, me lidhjen demokratike dhe të jetë kryeministri Kurti Vjosa Osmani. Mirë po, nuk jam i sigurt që tash votuesit e vetëvendosis edhe deputetët e vetëvendosis do të kenë vullnet që ta pranojnë kandidaturën e saj. Kështu që mbetet shije, unë për aty nuk muj me ditë çka vendojnë ata në mënyrë individuale, po disa prej tyre janë paraqit që kanë thonë se ajo ka shku shumë larg dhe nuk do ta votojnë. Kështu që aty mbetet shije, se këtu janë edhe interesat edhe personale edhe këto gjëra. Kanë thonë njëri për tjetrin e keq në kalumen. Mirë po, ajo do t'ja kishte lehtësu edhe vetes, edhe Kurtit, edhe vetëvendosis, nëse ajo do të përmbahej, do të marrë qëndrim pozitiv, teste përpara, do të ishte shumë më lehtë. Tash shohim. Është në mendje ndonjë kandidat suprapartes mbi të gjitha palët, ka ndonjë figurë që mund të paraqitet apo të paraqes vetveten si kandidat të mundshëm potencial për president deri tash? Duhet gjendet një president i tillë, nëse palët nuk gjejnë gjuhë përbashkët që zonja Osmani, e cila si presidente është e kualifikuar me thonë drejtën, a kupton? Por tash ku janë marrëdhëniet e tyre, ajo është diçka tjetër. Unë jam i sigurt, unë s'kam ndonjë propozim për vete, mirë po jam i sigurt që
Ka Kosova kuadra të aftë që mundet me përfaqësu Kosovën, që t'jetë me gjithate unifikues si kandidat, që mos i takoj asnjë partijeve, mundet më marrë nga se ke plot kuadra që marrin pjesën në institucione ndërkombëtare edhe në këto përfaqësi ndërkombëtare në Kosovë, që kanë rritë krijojnë përvojë dhe mund të merret, normalisht sikur kush nuk është perfekt, me rëndësi është që ti ka aftësitë e paraqitjen. A kupton? Edhe unë mendoj se gjendet mënyra të gjendet, do të thonë, të gjendet një kandidat që ekziston, jam i sigurt se Kosova ka kuadra të jashtëzakonshëm, që e cila do të mund ta përfaqësonte Kosovën, edhe që të jetë pëlqemi të gjithëve. Problemi është që opozita duhet ta kuptojë se i kanë humbë zgjedhjet, edhe ata nuk kanë mundësi të bëjnë opozitë në prezidencë. Ata duhet ta bëjnë opozitën vetë, nga ana partijake. Do me thonë, të merren me programe, të merren me kundërshtime, ta kritikojnë Kurtin kur ai punon keq. Gjithë ato ata duhet t'i bëjnë. Ata po mendojnë se mundën ta bëjnë një president i cili e pengon Kurtin në kryen e punëve. Presidenti dhe kryeministri duhet bashkëpunojnë, zoti Rafael, se përndryshe shteti nuk ecë përpara. Nuk mundën me qenë kundërshtar të njëri tjetrit. U pa deri tash, shteti nuk ecën përpara, ne turojmë që me përfundimin numërimit të gjithë votimeve që është në 6 korrik, më duket, apo jo? Duket se rezultatet përfundojnë deri në 26 qershor dhe ndërsa certifikimi tyre dikon me 3 korrik stadione. Nuk jam i sigurt, 2-3 ditë ne se di. Të urojmë si unë edhe ju, se dhe gjithë bashkëdhetarët dhe ata nga Kosova dhe zgjesit këtu në diasporë që të kemi mendje të ftohta, të mos mendojnë më për interesat partijake, po të mendojnë për interesat kombëtare, sepse Kosova ka nevojë për një qeverisje reale, adeguate, në mënyrë që të përballojë sfidat që ka, dash në integrim të potencial në NATO që nuk po shihet, ende do më thënë nuk po ka shpresë për por dhe aderim në BE në të ardhmen dhe një zgjidhje të raporteve me Serbinë. Zoti Agim, si gjithnjë, ne po ndalemi në këtë moment me urimet më të mira për ju. Urojmë, si the edhe ti, që të punojnë për shtetin e jo për interesat e veta partijake me inate personale. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund bisedës sonë me mikun ton Agim Aliçkaj. Miru takofshim në emisionet të tjera.